me lot, o me lot në Erjona Hoxha. Ore, më falë, prap kjo më... Jo, është Erjola ajo, me I. A mos e më grive gjakun. pra, është Jo, Eriona. Erjona. Ose ka bërë gabim, mo. Jo, është ndryshe. Zhvat 14.000 euro, kjo është o vlla, kjo është që kena dhonë. Nuk është ajo që kemi dhonë, ajo është Bogradec. Kjo është i tjetër. Kjo nuk punon në bankën e Shqipërisë. Kjo ka punu ke tatimet. A, më ndryshe. Tjetër. Edhe tek shkonde në Turqi gjeti një taksist të shkreti, një hadhëxhi, që bënda rrugën e Turqisë, taksirë, qonte, edhe vite gjitha jo rrugën edhe kanë folë edhe... Po pa tjetër. Po qahalli ke, po si e po kjesh. Dhe në rrugën e parë, në rrugën e dytë... Jo duke vajt, duke u këthy. Duke u këthy. Ore, keni hatha? Kam. Po qatë themë... Kjo makina është lodhë, kilometra ka shumë. Jo, hal tjetër, më hal tjetër. Jo, hal tjetër, i tha. Po pa shpi, tha, një shpi, po qese... Pa tjetër, tha, ti di që unë kam punu këtë atimet. Ka plot shpi atje që kanë blokume nga banka, tha, dhe... Qketi. Vetëm se tha, me një kusht vogël, do m'japësh 10.000 euro? Po jo mu. Pritër punë më s'qesh. Këto shpi që bloko banka janë shpi... Dhe qosh asaj shoqës që do t'ja punë kontakt, qoja asaj atje. Jo mu. Jo mu. I ka më dhënë lek, ka marrë punë. Bravo. Pa që qa shpish bloko Edhe banka. taksisi i shkret, zëmërgjër, tha, s'po t'bër lek të rrugë, tha, Tiron, Stambol, Tiron. Bon edhe nder. Tha, për jave këtë kry me këtë punë. 10 ditë. Kalun 10 ditë, i tha, shiko, 10 ditë shpine? Që du djere? Kalun ca ditë, i tha, kjo Erjona, Hoxha, jo Erjola, Erjona. Shiko, tha, janë një 3.700 pound, ca i lache që më vinë nga Anglia, mi pagut do të se jam kejtë për momentin e kështu. Po, tha, kjo shkreti që ka më kejtë se taksisti o bërë. Po, s'ko, e nese ja pagoj. Taksisti e pas ka limu këtë, jo kjo taksisti. Po, pra, pasa jo vlaj një 600-700.000 lekë, ku diun. Pasa shku 14.000 euro. A marra për i dhe, për që. Por ja vlen për i shpi. Of, mo. Qiko, kjo mua bet para 2 vjetësh, jo para 10 ditësh. Dhe shpia në vënd të mirë me qa... Pritë s'ka, hiq fare, hiq fare. Në fund fare, pas hiq fare... Ja, pyt se herra. Atë morë në kejë. Ko t'hikem Gjermaniti, sa ka noqe ka atje, rikto. I birti, pa dhe ne si s'hikem. Se gjitha to ka noqe dhe i pitën e njoni, që dhe i ullë. Rine këtu, ha? Dijeni. Tjetër mashtrim të emisioni investigativ Stop. Protagonista mashtrimit dikur ishte Erjola Hoxha. Sot është Erjona Hoxha. Me pak fjalë, heqim lën, vendosim nën. Bët fjalë për një vajzë e cila hiqej si punojse e tatimeve. Nëpërmjet mashtrimit i ka marrë një qytetar i cili ankohet tek emisioni investigativ Stop 14.000 euro. Përshëndetje Stopi, jam një qytetar nga Tirana, kam ardhur te ju me denoncuar për një problem timin, për një gozë që quhet Erjona Hoxha. Ku e ke njohur këtë vajzën? Të njoha që më morën në telefon se më bë rrugën e Tiranë Greqi. Pra je shofer taksie. Edhe më morë kjo, tha, më bën rrugën e Turqisë, po i thashun, folëm, çdo gjë në rregull, shkum në Turqi, erdhëm, më mori për së dytë heri rrugën e tjetër, më tha që kështu shumë më çfarë të ndihmoj se un kam qenë ke tatimet, ish punojse tatimeve, edhe tha nëse do të ndihmoj unë gjithmonë si hallëxhi thash për ndonjë shtëpi e hyrje, thash po ka lirë se s'mundemi. Më tha po, tha të ndihmoj tha. Me këtë tha sepse i ka banka të bllokuara, nuk e di diçka e tillë. Çfarë shtëpie kërkoje ti konkretisht? Hyrje. Me kredit buta, hyrje. Hyrje. Doj një apartament. Një apartament. Po pse pikërisht Erjona Hoxhës? Po sepse kjo më tha që të ndihmoj unë edhe kam shumë misi. Ti japësh 10.000 euro. Ka parë. Për çfarë? Për të blejë një hyrje ke rruga stacionit trenit aty diku. Okej, thash 10.000 euro, më tha do ja dërgosh filanës. Kujt? Një goca, nuk e njeh, më dha numrin e telefonit, çdo gjë në rregull. Si quhej goca? Nuk e njoh se nuk më dha. Po më tha kjo, edhe i thash, "Është kjo?" Po tha mu, "Kjo goca është." Më tha. Ku e takova atë vajzën ti? Te Muslim Shyri. Te Muslim Shyri. Po. Ke takuar të vajzën tjetër? Po, që i dash 10.000 euro. 10.000 euro. Kjo punonte gjë tek Bashkia e Tiranës? Jepte ato kredite buta apo çfarë? Jo, fare, vetëm kishte për nuk e datimet, e kam çuar 2-3 herë se ishte e smur. Po.
Se më tha jam në Semur. Kur ja ke dhënë këto para ndërmjetëses Eriona Hoxhës? Ka 2 vjet. Dhe kur do merrte rrugëzgjidhje ky problemi jot? Se ti doje të bëje me shtëpi apo jo? Në momentin që unë i dhash 10.000 euro, më tha mu për 10 ditë e ke të mbaruara. Çfarë thumë? Kaluan 10 ditë. Çfarë ndodhi? 10 ditë, çova mesazh, ço bon si o bon, më tha janë punët e atill, janë kështu, janë ashtu, procedurat e sajt. Okej. Kalem këtë 300 pound që e patë, se e të gjuat. Nga 2022 më. Mërë genë më mësë bëjk shumë më burë të Po jo 2 vjetë më. 2022 ishte? Nga 2022 do shtëpia nuk është gjetur, se edhe s'ka se këtru banka. 2022 që ka 4 vjetë më. 4 vjetë. 2022 2 vjetë se nga të rova po, 4 vjetë. 2022 po. A ma në buri dhe otë për pretë robi, janë këto ndërtusi që e zjasin që i ndërtimin, 4, 5, 6 vjetë, të kullat e mdoja du në kampunër. Po vonon beton. E greju më shësh, greju. Digjeni vazhdimin. 10.000 euro ishte shuma e parë. Mirë po, me 10.000 euro nuk mbaron punë, nuk gjendet shtëpia. Kështu që duhen dhe 4 të tjera. Unë besova prapë, se me mori në telefon, tha duhet me paguaj 3.200 pound. Prapti? Po, se besoj shumë. Po për kë? Po për këtë Erionën, se më tha që më duhet ilaçet që vinë nga Anglia, edhe nuk ka kush mi pagua, a mund të lutem, tha të japësh 3.200 euro, edhe të më sillesh po në Turqi. Hy në borç, shkova i mora i exchange, 3.200 pound, vajta i çova dhe ilaçet, po në Turqi. Lek rrugë i thash nuk i duhet t'i kom falë se e parë se s'po më jepte shumë edhe lek tjera, plus edhe 700 euro mu prezentu njëri se të vite si vllai vet. Unë çuditem si ke besuar ti personi. Sa ko kishe që njihje këtë Eriona Hoxhën? 2-3 rrugë, Turqie. Që i bie 2-3 rrugë, si bie? 2-3 muaj. 2-3 muaj. Për 2-3 muaj ti i dhe kaq shumë para? Po. Pak notarial, dorazi. Para, po, të çosh e vërtetë dorazi. Çfarë të thot? Do t'i jap sot, do t'i jap nesër. Këtë problem kam çdo ditë me ta. Kur ka qenë hera fundi që ti ke folur? Në moment që po flasim bashkë para 10 minutash. Mos më thuaj që i the jam ke stopi. Jo. Ka mesazhe du. Jo, dakor. Do me thot, çfarë thot para 10 minutash? Do t'i lej sot lekën me patjetër nuk të lëm bardh, por kjo të flasim të jemi realist. Kjo nga 1 milion lek më ka dhënë edhe më ka ngel 7.500 euro. Nga 14 milion lek, sa të ka shlyer? Më ka ngel 7.500 euro. 7.500 euro. Më ka ngel e vërtetot vet, e kemi me mesazhe. Po, gjysmat. Nga 1 milion lek, po. Ti ka dhënë nga 1.000, kështu. Edhe para 10 ditësh ka qenë që mi ka dhënë fundit, se tha të t'jap 3.5, po? Edhe më dha 1. Po gjithsesi, ti ke dhe 7 milion lek për të marrë nga Eriona Hoxha. Po. Që s'ti ka dhënë? Po. Dakord. Pra dhe 3.200 pound ilaçe, megjithatë gjatë tyre 4 vjetëve ka dhënë lek, sot i ka ngel 7.500 euro pa i dhënë. Me SMS, me fakte, me dokumenta. E ma me sa ka qenë euro para 4 vitesh? 2.800. Digjeni. Por, a ka prova dhe fakte ky rast? Ndiqni komunikimet mes qytetarit dhe Eriona Hoxhës. Nga shuma 14.000 euro, Eriona Hoxha i detyrohet qytetarit që ankohet tek stop dhe 7.400 euro. Dhe ne do të lexojmë të gjitha këto komunikimet më të fundit që ju të dy keni shkëmbyer. Ngel edhe 7.400 euro. Por tek njëjti vend, veç të shkoj ti marri. Faleminderit o vlla, dhe më fal shumë, s'kam pas mundësi pasha Zotin, thot. Këtu unë Odeta i kam thënë që unë do ikit te stopi. Dhe ajo të ka thënë, a ju the që ti kam dhënë 1.000 euro dhe po t'jap dhe të tjerat? Po, por sot... Po qa lidhje ka ore alam që çdo javë do të jap nga 1, të mërkurën mbrëma. Vjen e mërkurën, i them mëngjes, nuk i dhe sot, i pyeta. Nesër mbrëma vi, e të vi ai ti marri, thot, aty ku i mori herën tjetër, do ja le aty. Kujt? Për kë e ka fjalë? A ke përvash një motorist që e qova, se nuk desh më mu dalë për balë mu. Okej, kam thonë. Ajo të njës një lokacion dhe të thot, vi sonte, dhe ti lë aty. Çfarë thua ti? Nuk mundem, i kam thonë me. Po s'më intereson mundesh apo jo, kam fol me burrin e huaj, ai do vi ti marri. Se kështu, the mbrëm. Tek i njëjti vend. Dhe të prita. Po s'pata mundësi të nisesha, për shkak se ishin biletat 500. Unë aq të paguaj një pjesë ty, vi sonte dhe të kaloj ai ti marr. Unë s'të dal nga fjala, sidomos kur them të vi ti marri ai. Që të jesh i qetë, do të çoj live lokacionin. Sa të nisem në aeroport, vi sonte në 9 të darkës, do i le atje dhe
ai të shkoj, do të shkruaj. Çfarë kujton se do të pres unë, po harroje se jam mësuar me këto. Po duro buri dheut, se si kam ekspres, si ka ekspres, tash kur ti mori kishte ekspres, tani e ka regres. Me ke thënë sot, të lutem më thuaj. Jo mëre të kam thënë, por sot do i marr e do t'i lë aty, për zotin. Ky ishte komunikimi i fundit në orën 18:56 e ditës së shtunë, data 2 maj 2026. Pra ky ishte komunikimi i fundit para se të vjen klam. Po, më falë. Do me thonë ti, ndërkohë që komunikoj me mu, vazhdo edhe me Erionës, me marrë në i lek. Jo, thjesht kam komuniku vetëm që të marrë informacionet të fundit me ta tregu, për zotin. Do me thonë, ti këtë e bëre që unë të kisha lajmin e minutës së fundit. Dakor. Ora ekzakte 7:12, ti deri në orën 6:56 ke qenë në komunikim me Eriona Hoxha. Pra, dikujt më t'i përngjaj me atë tjetrën, ustaleshën tjetër që punonte në Bankë Shqipërisë, po që sot është në Pogradec, në shtëpinë e pëshimit Pogradecit, në atë kontrollin e befasishëm. Në tushemisht. Jo, është që pëgne. Sa Kalolinin, është një gryk atje. Jo, thashtë e kanë hapa të tushemisht. Jo, është një tjetër. Në një kontroll që u bëni befasishëm ke burgu grave u gjetën Gjëra. material. Po me duse. Nejse, mirë bëjnë se duhet. Duhet të rështyr robi kohën atje në... Nuk i para që të fare. Ja që në... Se qa mani unë qeli qa doni, lekët thejni. Rrofshmi qeveri që na ngrite naftën. Ka nevoja, si thajo ke fili për ballimi, unë dua të ndahem nga burri se kam dhe ca nevoja fiziologjike. Nese, pasi Odeta Gjevori hyri, më ja mori Valles. Hyrin Valle. Po pa tjetër, ndryshe nga parafolësja, tha, Unë lekët des për personat që të thonë ditën dhe orën kur do të kthejnë. janë korrekt shumë. Po jo vetëm ditën, në 12. 12 To që e notës. majnë fjallën, dhe më thonë, vërtet ka 4 vjetë, po thot të honën. Të honën. Ashtu. Se nuk ta caron fakti që si bjetë honën. Ta carovaj që si sollin 12. Po orën pëse ma le. Se robi pret honën, oke i janë, po vjetë u prit 12. 12, aty 12 të duke sigur. 12 ke stacioni treni. Sigur zvje, asnjëherë. Digjeni. Pas qytetarit, komunikon emisioni investigativ Stop. Duke qenë se deri ku Eriona Hoxha ishte në dieni që qytetarin fjalë do të shkonte te Stopi dhe sigurisht i druhej të hapte telefonat, qoftë qytetarit, por edhe timin personal. Për ta vënë në dieni, në momentin që telefonori i thotë numrin tim kujt ja ke dhënë, për ta kuptuar, numri ka shkuar televizionit Lan, emision investigativ Stop. Jam i njerëz, ai lan që do i marrësh çdo javë. Ndërkohë, personi tjetër thotë hapja gazetarës, pse ma bën këtë punë? S'mund të flas se jam me njerëz. Nesër do t'i çoj, sepse s'ka mundësi për momentin, vetëm nesër do t'i nisim. Ose sonte thot, po sonte është shumë vonë. Vetëm nesër do t'ja kaloj gazetarës kodit, të lutem sepse jam me njerëz dhe kam të pamundur. 7 milion lek i themon. E sigurt? Po. Deri nesër 2 deri në 3 do t'i dërgoj kodit. Presim. Shumë faleminderit se për zotin unë. Po pritë burë që si ka marrë lekët. Por hiç thjesht. Ke besim që do i marrësh. Të ju kam besim. Edhe unë atë mendim kam që do i marrësh. Prit. Po të gjitha. Avazi Të hënën. Dhe pas në hyrjes emisionit investigativ Stop, ky rast u zgjidh pasi Eriona Hoxha dha 7.400 euro, apo jo? Po, Odeta, shumë faleminderit në momentin që erdha bëna denoncimin tek ju. Ditën e shtunë që unë erdha këtu që të bëra denoncim, ditën e hënë unë mora 5.000 euro dhe të nesmit mora edhe 2.400 euro që kishin, për të më dhënë, total 7.400 euro. Pra i more të gjithë paratë e tua. Po. Sa ko kishe që ja kërkoje Eriona Hoxhës? Kisha 2 vjetë edhe akoma s'jam meshta dot. Erdha tek ju për 2 ditë, unë zgjodha problemin. Shumë faleminderit Stopit, shumë faleminderit dhe ty, krejt stafit. Sajmir Degenti, ky rast u zgjidh.
të hënën në orën 12. Okej. Për cilë të hënë, për këtë të hënë që kaloja, për atë që do Iku u dhanë ato lekte që kënë tjenë marroj kjo punë me western e me qenë ato. Nese, për të gjithë ju më vjen kejt për personat taksigiu në shkret, se ishte pref për një shpi, për ku ka e disa, a kena shokun e kjo drejtor banka shë... Asnjoni s'na kanë morë i kafe qyll, po këto shpit shumë nga 12.000 euro nuk t'i jep njeri. Hajtë, s'ka gjë. Thritin i menes. Këto që keni bërë para, okej, hajtë, mëse inshallah i zidhim. Po të shiem rapa? Qomër kjo? Po t'jep shpitu se ka punu këta time. Banka e sekuestron për ta shitur në atë vlerë që të nxjerri borxhin e keq që ka Po banka. përveç asaj minon, po Nuk është e sekuestron një shtëpi që po 200.000 disa euro ka për ta këta shitur timet punëtorë që presin janë pa shtëpi për vete? A minon qorë kjo punë. Kthehemi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.